pastrimi i dhomës të pritjes po vazhdon, edhe siç mund të shikoni unë po marr pluhurat, të cilat kisha 1 muaj gjysmë pa I marr, kjo kurika. Mos prisin tani nga burrim të marri pluhura, nuk e ka këtë fare, duke marr pluhurat, këto gjërat e vogla, mirë që bën të mëdhatë, thuaj, edhe të voglat nuk I bën dot, ndaja edhe I mora unë me radhë të gjitha pluhurat e shtëpisë, sado që dyert ishin mbyllur dhe dritaret, prapë shikoni kohën këtu, e kemi kohën shi, edhe I mora pluhurat të gjitha, lëviza të gjitha këpucët aty, këto janë disa nga këpucët që përdori në përditshmëri, këpucët tjera I kam në dollap tjetër. Këtu janë disa shapka dhe këpucë, po kuptohet që duhet që të merja pluhurat edhe aty, ndaja edhe I lëviza të gjitha me radhë. Fshiva, lava, pastrova, edhe dua t'u them se shumë keni thënë që këpucët mund të mbajnë në erë nëse janë në anët të dhomës të pritjes. Unë I kam sa futesh te dera, po prapë unë këpucët zakonisht I vendosë shumë herë që të lahen, edhe një pal këpucë mund t'i përdor shumë rallë. Me që më pëlqejnë shumë këpucët edhe kam shumë këpucra, ndaja edhe mos keni merak se nuk bien fare erë këtu që janë në anë të dhomës. Dhoma e pritjes është gati, siç mund të shikoni, mbarova, edhe pastaj të kalojmë tek kuzhina. Ciao!